t'ja plotësoj dëshirat as Albinit, as askujt tjetër, por duhet të jemi të përgjegjshëm përballë jo votuesve, se ka njëherë i ndëgjoj disa kam obligimin ndaj votuesve, po përballë interesave të Kosovës, interesave të shtetit, interesave të qytetarëve, interesat të secilit këtu që jeton. Prandaj duhet me bolshime të gjitha palët nga pak dhe me gjetë një president i cili ullet në karrikin e presidentit dhe e kryen detyrën ashtu siç duhet. Ose unë as kërkush s'mund t'ja ndaloj Albinit ta bëj atë kvorumin që duhet me bë për ta zgjedhur presidentin, por le ta zgjedh presidentin. Ka dy rrugë, ose ta bëj variantin e vet, ose tulet me partitë kryesore që janë në Kosovë dhe të përcaktohen për një emën i cili i duket i përshtatshëm gjithëve. Edhe nëse deri sot nuk është nxjerrë asnjë emën, a është e vërtet që nuk është diskutuar hiç asnjë, s'ka pas guxim askush, s'ka pas guxim kurti asnjëherë me vendos një emën në tavolinë në takime me Betri Hamzën edhe me tjerët, apo thjesht është ka mohet kjo punë shumë sheft? Unë nuk e di që ka pas emën, është përmend ai Murat Jashari, po dihet edhe përgjigja e tij, mos të hyjmë në vlerësimet tona, por Albini nuk ka përmend emën, të paktën ashtu siç na ka thënë Mbledhje Bedriu, por ka thënë që ne kemi, si VV, kemi një emën tonin që do ta nxjerrim në vota dhe kush fiton, fiton. A kishtë qenë edhe po supozohet që është Glauko Njufta? Po sot publikisht ke Glauko Njufta. A kishtë pas, se nashta votat edhe i merë, pyetja është cili kishtë qenë legitimiteti, autoriteti, fuqia e dikuj që në minutë fundit imponon qatë post? Në qofë si i merë votat, atër bëhet president. Ka aty lidhe me legitimitetin. I merë votat, bëhet president, ka detyrat e veta, parlamenti mundet me shkarku diet në çfarë varianti, edhe në qofë se nuk e shkel kushtetutën, nuk smuhet, nuk është i paaft për ta kryer detyrën, ai e kryen detyrën, herë ma mirë, herë nashta varet prej tij, por kushdo qoftë ai. Edhe, po thoni, në interes të Kosovës është ma mirë një president i minutës më ramë, se sa zgjedhje prapë? Unë mendoj që ma mirë është. Ma mirë është. A është? Sepse janë pyetje që ka. Për shembull, ky e ka mundësinë me i shty zgjedhjet edhe 6 muaj. Se njerëzit po mendojnë që nuk bëhet ajo, se ai ka llogarit sipas kushtetutës Kosovës, sipas rregullave që ka kuvendi i Kosovës, kur metet pa president vendi, kush e zaventson. Dhe ai që zaventson mund ta zaventsoj 6 muaj pa problem. Nuk metet vendi i presidentit vakant, pa president, nuk metet as një sekond. Por mirë është me zgjedhje